Gjitha hamdë dhe falendrimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falendrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. E falendrojmë për gjitha mirësitë të cilat neve na I ka dhënë. E falendrojmë për dinin të cilët I takojmë. E falendrojmë që na I mundsoi agjërimin e muajit mubarak të Ramazanit. E falendrojmë që jemi pjesëtar të këtij dini dhe këtij umeti dhe këtij libri Kur'anit Adhimu Shan. E falendrojmë ashtu siç I takon madhnisë së Tij pa janë nda prej fillimit deri në mbarim. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër besimtar, me faljen e namazit të Bajramit, vetëm se I tham lam të mirë në muajin mubarak të Ramazanit, të cilin e pritëm si musafir të Zotit në tokë dhe u munduam gjithë se cilin në formën dhe mënyrën e vetë ta pritmi musafirin e Zotit Gjelle Gjelalu ashtu si që takon, e që sot po e përcelmi, e që Zotit Gjelle Ala ka premtu falje për gjithë ata të cilët men sama Ramadane imanë wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ai që ja ka agjeru Ramazanin me bindje të plot, duke shpresu në shpërblimin e Zotit, sot vetëm se është prej të shpëtuarve dhe prej të falurve. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ai që është falur në Ramazan, tërë Ramazanin e tij me bindje dhe me besim, duke shpresu në sevap të Zotit, ka për të falur mëkatet të Zotit Gjelle Ala, dhe sot do të kthehet I falur dhe I shpëtuar. Man qama lejlet al qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai që është fal natën e Kadrit me iman, duke shpresu në sevapet e Zotit Gjelle Gjelaluhu, ka për të kthyer I falur dhe I shpëtuar. A janë vetëm këto grupe që do të kthehen të falur dhe të shpëtuar, apo ka edhe shumë grupe tjera? Allahu Gjelle Ala thot në Kur'anin famlar: Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Kush janë besimtarët? Besimtarët janë ata të cilët e besojnë Allahun një dhe I pashoq, I cili as nuk ka lindur dhe as nuk është I lindur, dhe sigur sa ai nuk është askush, Gjelle Gjelalu. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ati nuk I ngjason askush nga krijesat e Tij. E është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. Ai që I beson me lajket e Tij, krijesat e Zotit, të cilat nuk kanë gjini, po I kryejnë urdhrat e Zotit me përpikmëri. Ai që I beson librat e Zotit, të cilat I ka zbritur tek pejgamberët e Tij, e që I fundit është Kur'ani familjar. Ai që I beson pejgamberët e Tij, prej Ademit alayhis salam e deri te vula e pejgamberëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke mos bërë dallim nga asnjëri prej tyre. Ai I cili e beson ditën e gjykimit, që do të dalmi para Zotit nesra dhe do të dhom llogari për gjitha ato që neve I kemi bërë në këtë botë. Dhe ai I cili e beson caktimin dhe kaderin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Do janë 6 shtyllat e imanit. Dhe 5 shtyllat e Islamit. Ai që thot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sinqerisht nga zemra e tij. Ai që fal namazin, ai që jep zakatin, ai që agjeron Ramazanin, ai që shkon në haxh, janë 5 shtyllat e Islamit. Dhe 6 shtyllat e imanit bëjnë 11 shtylla mbi të cilat ndërtohet dini I Zotit Gjelle Ala, e Allah po thot për ta: Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar këta besimtarë. Dhe secili inshallah e shikojmë veten në këto 11 shtylla ku gjendemi. A vetëm kaq o Zot? Jo. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar ata të cilët në namazin e tyre janë të përqendruar. Namazin e tyre janë të përqendruar. Shumë e dojnë namazin e tyre. Kur futen në namaz e harrojnë të gjitha bregat e dunjos, sepse lidhen me krijuesin e gjithësisë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, janë të falur, janë të shpëtuar. Ata të cilët 'anil lagwi mu'ridun, fjalëve të kota ju largohen, përgojimit ju largohen, fjalëve të dyta ju largohen, fjalëve të cilat nuk kanë dobi ju largohen,
najave të cilat nuk kanë dobi, ju largohen, rrinë me njerëz të mirë, flasin mirë ose heshin. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, kthehen, nuk miren me këto punë. Ta janë të shpëtuar, thot Zoti xhalla xhalaluhu, ta janë të falur. Pastaj Zoti thot walladhina hum liz-zakati fa'ilun, dhe ata të cilët e dinë që në pasurinë e tyre kanë hak ndaj atij që nuk ka, dhe është shtyllë e fesë zeqati në mënyrë që ta ndajë një pjesë të pasurisë së tij me ato që ka nevojë. E Ramazanin e ka mësuar fort mirë këtë shkollë, që neve duhet me nda një pjesë me ato i cili nuk ka në mënyrë që t'ja gëzojmë sofrën e bajramit, t'ja gëzojmë sofrën e iftarit. Pastaj Allah xhallahu wa ala thot walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, e ruajnë nderin e tyre, e ruajnë veten nga moraliteti, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, përveç tek halali i tyre, përveç tek halali i tyre. Pastaj Zoti xhallahu ala thot, në qoftë se dëshirojnë diçka tjetër, faman ibtaga wara dhalika fa ulaika hum adun, ata të cilët dëshirojnë jashtë kësaj i kanë shkel kufit. I kanë shkel kufit e Zotit. Apo dëshirojnë me qenë të shpëtuar, apo dëshirojnë me qenë të falur, të harrojmë nderin, të harrojmë familjen, të harrojmë nderin e njëri tjetrit, mos prekmi tek kufit e njëri tjetrit, sepse kjo është shenjë e shpëtimit me lejen e Zotit xhalla xhalaluhu. Pastaj thot Allahu azza wa jall walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, janë të shpëtuar dhe të falur ata të cilët li amanatihim wa ahdihim ra'un, ata që e ruajnë emanetin ndaj të tjerëve, nuk e thyen besën ndaj atij që ja kanë dhënë besën. Kur t'ja jep fjalën e mban fjalën e tij, kur t'lidh marrëveshje e mban marrëveshjen e tij, janë të sinqertë besimtarët, nuk i shkelen marrëveshjet e tyre, nuk e thyen besën ndaj atij që ja kanë dhënë besën, janë strikt e ne ndihemi si popull krenar që nihemi tek të tjerët si njerëz që e mojnë besën e që kohëve të fundit është zbe shumë, është zbe në atë masa që dujna me humbë këtë epitet me njëri tjetrin dhe pastaj me të tjerët. Pastaj Allah azza wa jall thot walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, edhe ata të cilët e ruajnë namazin e tyre, janë të shpëtuar, janë të falur, përveç atyre që kanë agjëruar, përveç atyre të cilët kanë sakrifikuar gjatë muajit Ramazanit, ata të cilët e ruajnë namazin e tyre gjatë jetës së tyre. Allahu xhalla wa ala thot për këto kategori, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta janë ata trashëgimtarët. Këto grupe janë trashëgimtarë. E çka trashëgojnë këta Zot? A trashëgojnë mallin që e lëm? A e vlat? A e trashëgojnë tokën? A e trashëgojnë shtetin? A çka trashëgojnë këta? Yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ta e trashëgojnë Firdausin, xhenetin më të lartë. Xhenetin më të lartë, hum fiha khalidun, në të cilin do të jenë për gjithmonë, thot Zoti xhalla xhalla. E lutem Allah që të jenë për tyre vëllezër të dashur. Sepse Ramazanin e ka mësuar që të jemë strikt. Të nejmë gati namazit, të nejmë gati agjerimit, të nejmë gati zeqatit, të nejmë gati sadakës, nevojës në ati që ka nevojë dhe të dalë me në ndihmë. Të nejmë gati ati që ka nevojë prej legjve, duke ju dalë në ndihmë, prej prindërve. Të nejmë gati dhe marrëveshjes të cilën e bëjmë me të tjerët, sepse ne si besimtarë nuk e thyjmë marrëveshjen me Zotin e me krijesat edhe më hiç nuk e thyjmë marrëveshjen. Kto ne mëson në Ramazani dhe na i ka mësuar Ramazani të cilën neve sot po e përcjellëm, e që Allahu xhalla wa ala inshallah na thot kthehuni te familjet e juara, te juaja të falur, ashtu siç ju kanë lindur nënat pa gjunohe. Dhe lutem Allahun xhalla wa ala që të jem pjesë e këtyre kategorive, që Allahu xhalla wa ala i ka fal, që Allahu i lartësuar mburret me ta para me lajkeve, që Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit bën rahmet mbi neve, ashtu siç bën rahmet këtë ditë Bajrami me robërit e tij kur i liron nga zjarri i xhenamit dhe i shkruan emrat e tyre tek banorët e xhenetit.
Ne lusmi Allahun që t'jem prej banorëve të xhenetit. E lusmi Zotin xhalla wa ala që t'na fal neve dhe juve. E lusmi Allahun azza wa jall që ta ruaj vendin tonë nga sherrri i sherrxhinëve. E lusmi Zotin xhalla wa ala gjithë ata të cilët dëshirojnë të keqen këtij vendi, ja dëshirojnë të keqen këtij populli, këtij dini dhe këtij vatani, Allahu xhalla wa ala ja kthef në veten e tij, në familjen e tij, në vendin e tij, në mënyrë që të na lënë rahat neve, duke lutur Allahun azza wa jall që ta ruaj rinin tonë, ta edukoj brezin e ri në mënyrë që ta mber pastaj shtetin në dorë ashtu siç i ka hije një besimtari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.